Në lidhje me reformën drejtësi, unë do të thoja që realisht, si që tha këtu dhe nga parafolësit, ajo u imponua nga ndërkombëtarët dhe u bë në një formë për mendimin tim revolucionare, me 140 votat deputetëve, u krijuan atë sistem përkohshme, vetingu dhe të përhershme. Ajo ka dhënë disa rezultate, mund të themi, pozitive në drejtim të përgjegjësisë së gjyqtarëve, por që ka dhe plot defekte, dhe unë do ta shikoja në radhë parë duke filluar nga shkolla e magjistraturës dhe nga cilësia e magjistratëve që dalin nga kjo shkollë, të cilët lënë për mendimin tim një pjesë e madhe e tyre për të dëshiruar në aspektin profesional, por dhe në aspektin njerëzor, mbi të gjitha. Filtrat që futen nuk janë aq të fortë apo përgatitja që kanë brenda shkollës nuk është e duhur? Ndoshta mund të jenë të dyja, ndoshta dhe mënyra se si futën në shkollë të magjistraturës ka shfaqur disa dyshime për cilët unë gjithmonë jam jurist dhe gjithmonë bazohem të faktet, nuk mund të akuzoj asnjëri, por cilësia e magjistratëve të rinj nuk është aty ku pritet. Sigurisht që unë i përkas brezit parë të magjistraturës dhe unë kam qenë vetë magjistrat i ri, sigurisht që përvoja është gjithmonë më dijes, por që unë shikoj veçanërisht aspektin njerëzor ato çalojnë, në kuptimin që nuk kanë gatishmërinë për të dëgjuar veçanërisht avokatin në sanë gjyqësore, dhe roli i prokurorisë në gjithë sistemin e drejtësisë në Shqipëri është i mbivlerësuar nga shoqëria shqiptare, edhe nga media, cilës unë përfitoj nga rasti të tërheqin vretje personale, dashamirë, se kuptohet që gjithmonë thonë spaku, prokuria e posaçme arrestoi, prokuria e posaçme nuk arreston prokuria e posaçme, arreston gjykata. Prokuria është palë në proces, bën vetëm kërkesa. Gjykata e posaçme është konceptuar nga media dhe nga publiku si një appendix, si një shtesë e prokurisë posaçme. Është e kundërta. Gjykata e posaçme dhe çdo gjykatë në Republikën e Shqipërisë është ajo që ka vendimmarrjen. Është institucioni, nuk mohoj rolin kryesor të flasë për cilësinë e vendimmarrjes. Patjetër, edhe për cilësinë e vendimin e gjykatave. Po cilësia e vendimmarrjes të po them. I nderuar kolega, të po them. Cilësia e vendimmarrjes së gjykatave tona, veçanërisht në fushën penale, ku unë jam i angazhuar më shumë se avokat, nuk është aty ku duhet. Mund të them mbi 98% të kërkesave të prokurisë pranohen në çdo proces penal, 98%. Nga ta shifra. Po afërmend për thaj. Pak nuk kam statistika, por nga praktika ime kërkesat të mbrojtjes mund pranohen dhe më lart shifra. Dhe 10%. Po unë po them. Më poshtë jo herë. Unë po them që nëse e krahasojmë me standardet ndërkombëtare, është një dramatitet që shikojmë gjykatat penale në Shqipëri që të vendosin vetëm në atë mënyrë si kërkon prokurori. Absolutisht, veçanërisht gjykatat e rretheve, mos dhe pasaj gjykatën e posaçme dhe veçanërisht gjykatën e apelit të posaçëm që është ndoshta edhe mbi prokurorin dhe është një gjykatë nuk di ti vendos emrin. Edhe gjykata e lartë ka një qëndrim shumë strikt dhe shumë kufizues sepse ajo është kupola dhe ku çdo rast arresti në burg është i miratuar me që i mirasin këtu, po edhe dënimet të shkon gjykatë lartë, prokurori gjykatës lartë heq dorë nga rekursit dhe nuk ja pranon gjykata e lartë, thotë se ka kimu prokurori apelit. Po jam palë. Pse jam unë aty? Ka mbi 5-6 raste që prokurori pranon gjykatës lartë, ka thënë heq dorë nga rekursi, është i pabazuar. Jo vazhdo, thotë, dhe ndryshon vendimin e apelit, lënë fuqi gjykatës parë, rëndon edhe pse prokurori pranon gjykatës lartë dhe heq dorë. Po s'duhet të ndodhë, po ka ndodhur. Ka ndodhur si s'dodhë. Ka ndodhur. Vendime të palishme, po mirë, po mirë. Tani, kjo është gjendja e drejtësisë të Shqipëri. Unë mendoj që është nevojshme ndërhyrja. E bërjes e një reforme të re? Jo, reforme re tërësore, por ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, qoftë në aspektin e kualifikimit të gjyqtarëve të rinj, qoftë edhe në
përcaktimin e veçanërisht në fushën penale të kriterëve, ndoshta edhe me një kod të ri të procedurës penale, për të cilën i ka ardhur koha, të kriterëve edhe garantimit qoftë të pavarësisë, qoftë të paanësisë së gjykatës, du ta mbyll këtu se është ngritur me drejt nga krahu, po tani po ngren edhe majoranca po ngren në mënyrë të nënkuptuar, gjykata e posaçme, gjyqtarët përgjohen nga prokurorët e posaçëm, prokurorët janë palë. Edhe ju vendoset procedimi penal dhe hetohen nga prokurorët e posaçëm. Normal që është një trysni e hapur. Po nga duhet të hetohesh? Po, nga një prokurim tjetër ta përshkruajnë ligjin. Të bënim një po ata. Jo ato. Më e ke rasti Irena Gjoka në datën 21 do gjykohet nga Marinela Osmani, që është gjyqtare që kërkos. Iku marraj. Çfarë do modi? Brenda një përgjigje se te kemi ngrit ne. Po. Po dakor pra po. Ka 24 orë, çdo 6 muaj 24 orë një oficer. Që përgjohen familjarët, vjera gjithë. Këto janë pretendime. Ata kanë pranuar ata, kanë pranuar. Kanë pranuar, dakor. Ata kanë pranuar. Para se të me ikte betingu mua edhe unë e pranove, e kam firmosur. Po, e kam pranuar, po nuk është kushtetuese pavarësisht se pranoj unë, sepse nuk është garanci për qytetarin. Po pse se keni çuar në gjykatën kushtetuese?